Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në episodin e radhës me të ftuarin ton Estera Skana. Mirë se erdhe. Estera Skana ka mbaruar te Politekniku për programim, ka qenë pjesë e forumit ton në vitet 2020-2025, një nga vajzat shumë aktive, dhe realisht ka qenë pjesë e grupit edukativ, pjesë e grupeve të përgjithshme, pjesë në punë vullnetare. Dhe jo më këtë kemi quajtur këtë Ramazan 30 hapa të mëshirës, por njëkohësisht gjurmë që vazhdojnë të suksesit. Dhe ti je një nga studentët e reja, po thujse, që ke dalë tashpë, pra ndryshe nga studentët tjerë që kanë qenë pjesë episodeve tona, që kanë qenë më të vjetër se ju. Ti je e freskët. Pse e bërë pjesë e forumit dhe çfarë ke marrë ti nga forumi? Fillimisht faleminderit shumë për ftesën, e vlerësoj shumë që jam pjesë e këtij rrugtimi. Unë jam bërë pjesë e forumit studentor në vitin 2020, atëherë kur unë edhe nisa universitetin. Kur unë jam bërë pjesë e forumit studentor, kam qenë praktikante e besimit islam, por nuk krahasohet fare me nivelin e dijes dhe pikurisë që unë kam tani, dhe them pa frikë që momenti që unë jam bërë pjesë e forumit studentor në 2020-ën, ka qenë një kthes shumë e madhe në jetën time, sidomos nga ana fetare që është dhe kryesorja, të paktën dhe fokusim në jetën time. Momenti që unë jam bërë pjesë e forumit studentor, kam qenë unë personi që kisha nevojë të merja nga forumi dhe nga Qatar Charity. Le të themi që në momentin që unë jam bërë pjesë e forumit studentor, ajo që përfitova në mënyrë të menjëhershme ishte një grup shumë i mirë shoqëror dhe akademik rreth meje që më dha shumë. Le të themi që kam marrë shumë dije, mësova të jem shumë e durueshme. Gjatë rrugtimit unë kam qenë pjesë edhe e stafit akademik të kolegjit, ku kam dhënë mësim për ca kohë, që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur tek unë. Pra kjo që diçka dhe prapë mirë, pra forumi ta angazhova edhe tek pjesët e tjera të shoqatës. Eksakt, po. Pra ke dhënë kontribut tek kolegji. Ne bashkë kemi organizuar edhe umren që ka qenë një ndër ëndrat e jetës time, e cila u realizua. Kemi bërë edhe pafund organizime bamirësie, le të themi, që gjitha kanë shënuar te unë. Por ajo që mua më ka ndihmuar më shumë ka qenë pjesa e dijes, që në këtë 6 vjeç që unë kam qenë pjesë e jush, asnjë moment pjesën për kërkuar dije në anën fetare nuk e kemi neglizhuar, dhe kjo gjë ka qenë shumë e rëndësishme. Le të themi, dhe unë e inkurajoj çdo student që është pjesë e forumit studentor dhe Qatar Charity që ta shfrytëzoj shumë këtë pjesën e marrjes dijes tek ju, sepse me të vërtetë janë dije shumë përzgjedhura dhe jepen nga një staf që realisht vlen për jetën. Diçka tjetër që unë do veçoja që kam marrë nga forumi studentor dhe që më shoqëron çdo ditë është kënaqësia që marr kur përpiqem të ndihmoj të tjerët. Ne tek forumi, unë e theksova në fillim, unë jam bërë pjesë në fillim dhe isha unë personi që kisha nevojë dhe doja të merja, dhe të them drejtën e shijoja atë pjesë, sepse isha ndihmuar dhe më pëlqente ndihma që merja. Por sot që flasim, elhamdulillah, Zoti ka dashur të jem unë nga ana tjetër që ka mundësinë unë të ndihmoj dhe unë të jap. Ky është qëllimi i forumit, që vetvete që të rrisim individ që dhe nesër të kontribuojmë shoqëri. Qoftë në formë morale, por qoftë në formë monetare. Kjo është arritja e objektivit. Kjo është me fjalë arritja e objektivit që ka forumi, nga një nga objektivet që ka vetë. Po, elhamdulillah, le të themi që kemi kaluar nga kjo ana tjetër, sado pak, sado shumë, por të paktën ne kemi si qëllim të jetës. Dhe realisht kam dalë në përfundimin që ajo që unë shijoj më shumë edhe që më pëlqen më shumë është t'jap. Momentin që jap dhe ndjej që dikush tjetër ndihmohet dhe ndjej që dikujt tjetër i përmirësohet jeta nga ajo që unë bëj, realisht më bën ndjem shumë mirë, dhe këtë kam kuptuar që është privilegj. Jo të gjithë e kanë këtë privilegj që t'japin me dëshirë, edhe që Zoti të bëj ty, do me thënë atë që personi tjetër merr, ajo është risku i tij, ama Zoti të ka zgjedhur ty që nëpërmjet teje ti edhe të përfitosh nga ajo vepër që merr, por edhe dikë tjetër ta ndihmosh. Dhe një ndër parimet që un kam marrë nga forumi studentor dhe nga ju si profesor është fakti që në momentin që ne jemi mirë për vete, nuk mbaron këtu. Dikush tjetër rreth nesh duhet bëhet mirë. Në momentin që un kam për vete, nuk mbaron këtu. Jo thjesht un kam edhe të formsohem rreth unit tim. Por momentin është gjëja më e bukur dhe më e arire një të riu, i cili është merita juaj. Arin, ne jemi shumë falenderues që ju keni arritur këtë pikë realisht. Ju falenderojmë që ecni hap mas hapi dhe përkrahnesh realisht. Ajo çfarë unë do doja të sillja në vëmendjen tënde, por edhe të dëgjuesve, është një këshill apo një
ide çfarë mund të jepi ti studentëve të rinj të cilët vinë në forum, apo qoftë edhe ata të cilët dëgjojnë dhe nuk janë pjesë e forumit? Çfarë do ishte një gjë e rëndësishme e cila do ju shërbente atyre? Parimisht studentëve të forumit dhe jashtë forumit do thoja të mos e shohin suksesin e tyre të ndarë nga besimi dhe morali. Në momentin që ne kemi një qëllim dhe duam të arrijmë diku, duam të jemi suksesshëm, të mbyllim një nivel akademik, duam të arrijmë një profesion, shumë suksese ose qëllime që secili mund të ketë, këto gjërat mos i shohim të ndara nga besimi dhe nga morali. Mjetet që ne do përdorim gjatë rrugës nuk duhet ta justifikojnë qëllimin që ne duam të kemi. Do ju sugjeroja gjithashtu që të mos dyshojnë tek vetja dhe të mos krahasohen kurrë me të tjerët. Do vi momenti i gjithë secilit. Në momentin që ne bëhemi gati në fillimet e universitetit, le të themi, apo kur jemi në fillimet e forumit studentor, ne nuk mund pretendojmë që atë faran që e hedhim sot, nesër na jap fruta. Ama duhet të tregojmë shumë të durueshëm që ajo fara që ne hedhim sot, do vi momenti dhe do jap frutat, se sa kohë don dhe periudha normal që është e ndryshme për gjithkënd. Por që studentët duhet jenë me një vetbesim shumë të lartë tek vetja e tyre, sidomos këta të forumit studentor që kanë edhe privilegjin ta ndërthurin me besimin, si nga ana e dijeve që marrin nga ju, por edhe nga mirësia që Zoti ka dashur ta jenë pjesë e besimit islam, nuk duhet ta shohin asnjë moment suksesin të ndarë nga rruga e besimit dhe moralit lartë.